Drejtori i Policisë Bashkiake të Vlorës ka përfunduar i kallëzuar në prokurori për shpërdorim detyre strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, sektori për hetimin e krimeve ekonomike si dhe financiare, referuan materialet në prokurori për shtetasin me inicialet EI, 30 vjeç me detyrë drejtori i Policisë Bashkiake të Vlorës, i cili dyshohet se nuk ka kryer detyrën për të ndaluar këtë rast të palishëm, thuhet në njoftimin për shtyp të Policisë së Qarkut. Drejtori i Policisë Bashkiake të Vlorës i dyshuar për veprën penale shpërdorim detyre, pasi gjatë kontrolleve në zonën e quajtur ish Shkolla e Marinës në lagjen 10 Koriku, u evidentua një rast ku në hapësirën publike ishin vendosur tabela dhe trar elektrik për ta shfrytzuar si parkim privat me qëllim përfitimin e të ardhurave. Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, konkretisht sektori për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare, si dhe Komisariati i Policisë së Vlorës, në mbështetje dhe të Policisë Bashkiake, kryen kontrolle në teren me qëllim lirimin e hapësirave publike të zëna në mënyrë të palishme dhe të shfrytzuara si parkime private kundrejt pagesës. Në përfundim të veprimeve procedurale, u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimin penal për shtetasin me inicialet RF, 44 vjeç banues në Vlorë, i dyshuar për veprat penale pushtimi i tokës si dhe fshehja e të ardhurave. Në mbështetje të Policisë Bashkiake, automjetet e parkuara në këto hapësira u tërhoqën me karo atrec, me qëllim lirimin e hapësirës publike. Gjithashtu u referuan materialet në prokurori për shtetasin me iniciale EI, 30 vjeç, me detyrë drejtori i Policisë Bashkiake Vlorë, i cili dyshohet se nuk ka kryer detyrën për të ndaluar këtë rast të palishëm, thuhet në njoftimin për shtyp. Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës mbetet e angazhuar për garantimin e hapësirave publike dhe nuk do të toleroj asnjë rast shfrytëzimi të tyre në mënyrë të palishme, ndërsa fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të tillë në numrin 112.